të jetë kënga më e bukur besoj në gjithë repertorin tënd, ajo që ke më shumë për zemër. Pa diskutim. Kjo këngë ka zanafillën në fakt faleminderit. Indjeri Jorgo Papingji. Jorgo Papingji ka për tekstin. Mund të ketë qenë teksti i fundit që mund të ketë bërë Jorgo. Në ato kohë, Indjeri ka ndru jetë, pas Rahmet, edhe në bashkëpunim me Edi Balilin, edhe Edi ka redaktu tekstin së bashku me Armand Trebitski. Muzika, kompozicioni, kompozitor është Edi Balili, është një ndër perlat e ti, a i gjithmonë bën hite, bën këngë me të vërtet të mrekullueshme, kemi fatin do më thënë që Po për ne ka tjetër vlerë, përveç hitit është ajo kënga që i ka vënë, si më thënë, kapakun për familjen. Një ndër këngët e profesor Jorgos, që unë kam bashkëpunu dhe disa herë të tjera, po kjo ishte vërtet një këngë do më thënë, se që i dedukohet familjes, jo vetëm fëmijëve të mi, po në përgjithësi është për të gjitha familjes. Pa tjetër. Ndërkohë, dalim në një tjetër moment, e shojmë Olton pak si mama këtë herë, tani, sepse vitin e kaluar, u mësua dhe lajmi që ti ishe bërë nën për herë të dytë me djalin këtë herë, apo jo? Si është mëmësia jote, ma trego pak si po shkon kjo periudhë, i ke të dy të vegjlit me pak diferencë nga tjetri, më duket. Gaja është 5, djali 1.5, ka kaluar. Bëri 5 Gaja? Po, i bëri 5. Kisha fiksuar të vogël, akoma po është rritur. Ikën koha, kemi pasur të vogël këtu kur ke folur dhe ke rrëfyer për të, e vërtet, po. Por unë, me thënë të vërtetën, mendoj që është një nga periudat më të mira që unë po shijoj, pa diskutim kam marrë shumë me vete, edhe nuk kam pasur pishmane në momentin kur jam bërë mama, si me Gajen, ashtu dhe me Brelin, por mbi të gjitha, faleminderit Zotit që kam mundësin të bëj atë lloj mëmësie për të qenë e pranishme, për të qenë prezente me ta, të paktën minimalisht në këto vitet më të rëndësishme që unë i mendoj sigur themeli shumë të rëndësishme për fëmijërinë, edhe jam duke e shijuar. Jam duke e shijuar si Gajan, si Brelin, faleminderit Zotit që janë mirë me shëndet. Si ka qenë nëse do t'i krahasoje të dy, si duke djali tani në këtë vitin e para je ka kaluar, që është dhe më i vështiri, po si bebe, si do t'i krahasojë njëri tjetrin? Në të dy aspektet si dielli me hënën, pra janë dy gjëra që ndoshta edhe mungesa e eksperiencës bënte ti shija ndryshe gjërat me Gajen, por mendoj që edhe me një sy të ftohtë, karakterialisht janë shumë të ndryshëm, nevojat i kanë komplet të ndryshme, vajza është më emocionale, djali më i pavarur, por nga ana tjetër mendoj që nëse do kisha vetëm eksperiencën, të mos vinin për shembull ato 2-3 shqetësime të vogla shëndetësore në fillim të vitit të parë që pata me Brelin, do kishte qenë shumë vaj, por them që Zoti t'i jep shkallët ngadalë për të përforcuar që ti të mundesh të kalosh edhe sfidat të tjera. Besoj viti i parë gjithmonë është delikat me bebet. Po unë me Gajen se është imuniteti ende duke u forcuar. Në fakt Breli lindi me refluks të shkallës së 3, gradës së 3, edhe muajt e parë mu përkeqësuan pak në aspektin edhe fizik, sepse nuk e shtria dot, nuk e ndroja dot, për të shtrirë, për të fjetur ishte shumë e vështirë, unë e shtria mbi trupin tim krahëror edhe fleja vetëm në një krevat me jastiqe në të dy anët, se kisha frikë se mos më binte, dhe ishte një periudhë pak sa sfiduese, nuk mund të them që ishte se harrohen. Gjërat harrohen, por si të qoftë, ato janë të gjërat të vogla që të thonë, kujdes, mos i merr të mirë qëna edhe gjërat që ti i gëzon mjaftueshëm gjatë në përditshmërinë tënde. Kështu që bëja hizmetin çdo gjë, sepse një gjë e vogël, një refluks, një nxjerr të mund të ndikon të gjithë cilësinë e ditës. Është e vërtetë. Tani është gjithçka mirë, kanë kaluar të gjitha, kështu që tani fillon ajo pjesa e të shijuarit, të rritet pak edhe Breli edhe pastaj ka filluar të hedh hapat e parë. I ka hedhur, ai nuk flet aq shumë sa këndon. Këndon? Shiko! Një vesh absolut. Këndon. Pas kemi një këngëtar të ri atëherë në familje. Në fakt edhe Gaja këndon. Gaja edhe te kënga që unë i bëra djalit, është e para që ka hedhur zërin, ka hapur këngën e vllajt, edhe ajo është e talentuar dhe me thënë vërtetën tani arrit të kuptoj se çfarë ndjesie ka babi për ne të dy. Sa bukur. Ne jemi duke parë videoklipin, ky është kënga e dedikuar vajzës. Gajës, kur ajo ka qenë e vogël edhe kemi folur gjatë edhe këtu në studio kur ke ardhur për ta promovuar, por ndërkohë siç vajzës edhe djalit i ke realizuar një këngë. Ja ke dedikuar posaçërisht atij apo jo? Ndodhi kështu natyrshëm.
është për herë të parë që unë jam edhe tekst shkruese edhe kompozitor, pra kam bërë edhe muzikë. Ai ke bërë vetë? Po, e kam bërë vetë. Bravo. Edhe në ato tentativat për ta ndruar, edhe për t'i marrë mendjen, më vjen si një melodi, po jo vetëm melodi, ishin fiks të frazat e para të këngës. Edhe them, o ta shife herë ta regjistroj, ka qenë breli 2 muajsh. Por nuk doja që ta nxirja më përpara, e para se edhe isha i çike pasigurt, duke menduar që si debutuse, ndoshta njerëzit prisnin mrekullira dhe unë thosha, ore, ja vlen ta nxjerr apo duhet i besoj kompozitorëve të tjerë njësoj siç e kam bërë dhe me këngët e tjera. Por e vërteta është që kush e dëgjoi, e pëlqeu dhe thash, okay, doja jap një shans. Dhe në momentin kur bëri Breli 1 vjeç, unë e nxora si një dhuratë ditëlindje për Brelin. Ej, sa bukur. Dhe ne jemi kuriozë fakt ta dëgjojmë tani këtu për teleshikuesit. O bir, duke si një thirrje që të del nga shpirti, drejtuar të voglit tënd. I Olta Bokës pra është kënga e saj më e fundit e publikuar dhe nga ana tjetër e para e realizuar nga vetë ajo totalisht, pra e krijuar komplet nga edhe në Olta Boka. bashkëpunim me Erken Cykën dhe grupin Unix Music që kanë bërë gjithë mbështetjen si në orkestrim edhe në prodhim, por për herë të parë kam provuar. Kënga e fundit e Olta Bokës dhe e para e saj si kantautore bie këtë herë. Atëherë, o bir, le ta ndjekim.